Dëmet e paguara nga kompanitë për sigurimin e aksidenteve po rriten me ritme më të ngadalta gjatë këtij viti. Sipas të dhënave nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, për 8 muajt e parë të vitit, kompanitë e sigurimit të jo-jetës kanë paguar 3.55 miliard lekë dëme në klasat e përgjegjësive motorike ndaj palëve të treta. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, dëmet në sigurimet e detyrueshme motorike janë rritur me 0.55%. Një vit më parë, rritja e dëmeve kishte qenë 36%. Efektin kryesor në frenimin e rritjes së shpenzimeve për dëme e ka dhënë kartoni jeshil. Shpenzimet për dëmet e shkaktuara nga mjetet shqiptare jashtë vendit për 8 muajt e parë të vitit kanë rënë me 31.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, dëmet e lidhura me sigurimin e brendshëm TPL kanë vazhduar rritjen me 9.3% më shumë krahasuar me 8 mujorin 2024. Dëmet për sigurimet e detyrueshme motorike vazhdojnë të dominojnë dukshëm strukturën e dëmeve në sigurime. Këtë vit, ato përbëjnë më shumë se 71% të totalit të dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit të jo-jetës në Shqipëri. Pesha e dëmeve në sigurimet TPL është rritur me 1 pikë përqindjeje gjatë këtij viti. Në rënje paraqitet edhe vlera dëmeve që janë objekti fondit të kompensimit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve. Për 8 mujorin, dëmet e paguara në këtë kategori kanë rënë me 31.7% krahasuar me një vit më parë. Fondi i kompensimit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve ka për detyrë ligjore pagesën e dëmeve të shkaktuara nga mjetet e pasiguruara dhe të paidentifikuara. Më pas, fondi ka të drejtë të ngrejë padi regresi ndaj shkaktarit të dëmit në gjykat dhe të marrë mbrapsht shumën e paguar. Që nga fillimi i këtij viti, kompanitë e sigurimit kanë nisur aplikimin e primeve të diferencuara të rrezikut për sigurimin e brendshëm TPL për përgjegjësitë ndaj palëve të treta. Faktorët ku bazohet diferencimi i primit janë fuqia motorike e mjeteve, mosha drejtuesit, pronësia e mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit dhe vjetërsia e mjetit. Duke filluar nga viti i ardhshëm, pritet që të fillojë edhe aplikimi i parimit bonus malus që do të sjellë çmime më të larta për drejtuesit e mjeteve që shkaktojnë dëme.